Disa prej atyre kam pasur mundësin, këtu e 2 vite më parë, kur ishim 8 janar, e me hujnë në duar, ku Sana Sulmonin, kaluan dhe mbështetën Sali Berishën, se do të bëj më e fort, do të bëj më e madhe, më e bashkuar, dhe tashmë, por i bëjnë, por i kthehen në kohë në të njëjtën situatë, nëse është ky qëndrimi. Por këtu pasaj do duhet të thënë diçka. Kushdo që ka marrë këtë iniciativë, një mea culpa për qëndrimet morale publike, se të merresh në politikë, je duke marrë me çështje publike. Këto janë ato që të bëjnë të besueshme. Nëse s'bëhet kjo, pasandaj do ngelet çështje lëvizje kasollesh. Dhe si çdo kasolle, siç e theti dhe në insertin kryesor, do të shuhet. Si duka? Unë mendoj që çdo lloj shizme nga opozita në përgjithësi apo nga PD-ja, për të dalë kundra brenda vetes, e dëmton opozitën. Nuk besoj se e rregullon, sipas mendimit tim. Gjithsesi një lëvizje e tillë që mund të sjellë përmirësime në struktura e tjera është pozitive. Ndrec Pjetri, kandidat i mbështetur Partia Agrare Ambientaliste, ishte prezent. Po, ishte prezent. Ndreca nuk më ka pyetur mua se Ndreca 34 vjeç, shkon atje, se po tishe shkosh vetëm. Problemi është që ka besprer. Që ka besprer. Jo, s'është besprer, mo është i lirë të veprojë dhe për mua. Për shaka. Për mua ka bën mirë që ka bën veprimin që mendon që është pozitiv. Absolutisht po. Jam nga ata që mund t'i diktoj kaq shumë, domethënë. Po thosha që nëse kjo lëvizje ka realisht ato që u thanë atje, se siç u tha, të gjumë s'ka asnjë qëllim të keq. Përkundër, thot komunikim, lëvizje strukturave, që ka shumë të drejtë. Atë që thanë ata sot, ne e kemi thonë për ditë. Strukturat e PD-s, të gjithë Shqipërisë, sidomos Durrës, janë skandal. Shumë dobët. E kam thonë dhe Flamur Nokës në Syun, me Salion s'kom pas hasi me komuniku. Skandali është me thënë drejtën. Skandal. S'ka lëvizje, nuk ka struktura. Këto nuk e di si i thonë. Se di si i thonë PS, i thonë duke të organizatë e partije, këto i thonë grup seksione. Ato grup seksionet e grup seksionet e PD-s. Në fakt, skandali zoti Duka është kur ka diçka ekzistente, po ato s'ka ekzistente. Shumë dobët. Skandal është inekzistente. Kam qenë kundërshtar me PD-n edhe i kam pa kur ato kanë qenë formë, kur kanë qenë punë, kur ishin lëvizje, ishin motor, ishin shumë të fortë. Ndoshta sot janë të përgjumur. Në një farë mënyre, kjo, domethënë, lëvizje inaktivitet i PD-s në përgjithësi do ta sillte patjetër një lëvizje të tillë, se ato struktura ishin. Por nëse është ky qëllimi për mosh pozitiv, po unë i njoh ato çullet, bile jo më shumë se 10 ditë përpara kam lidhë me i darkëve, do. Po thoshim me shumicën e tyre përveç Salianit. Ata mbase nuk janë të vërtetë, thonë ata që mendojnë. Edhe për mua kështu do ka lënë agoni, ose dalin ballas. Thotë që ne mendojmë që gjendja e opozitës është për shkak të leadershipit, ose të shkrijnë me strukturat e PD-s dhe të marrin direktivë nga ata, se kjo që ndodhi, kjo është paradoksale. Ata dalin edhe përshëndesin Sali Berishën atje, e peti, përshëndesin Saliu, dalin e flasin mirë për historikun e PD-s, bojnë një vërejtje që bëjmë në përdita për studio, edhe ndërkohë PD-ja, se di kush nga ato po PD-ja, se ka bos Mustafa, di këtë thonë atje nga nalt, i qo aty në SMS që mos merrni pjesë këto lëvizje jashtë strukturave të PD-s. Këto mos ne janë darje, siç thash fillim, dhe këto nuk besoj se janë gjë pozitive. Duhet të jenë, si thosh, çik më të vërtet me veten. Ose të thonë që ore ne jemi një lëvizje brenda PD-s, jashtë PD-s po desh ti, ose ti nështrohen, si thosh, forumeve të lartë PD-s, sepse aty për mua, pavarësisht se ishin mundu disa media, kishin kap disa shpreje të ndonjërit, Ali Mehmetit e tjerë, ti ndresës që thuti, por nuk është se thane jo, nuk thane jo e modë aty, u priste ma shumë. Faktikisht, ata janë, bile, unë ka përshtypjen që i PD-t du t'i falenderoj ato se fund funit i punë sa njerë, sa t'je pëllat sportit, s'ka marrë atëherë. Boni gjotë mirë, faktikisht, kemi qyë kur ka më zjedhë 11 maj, e deri më sot, unë si kryetar, si aleat, që kemi morë goxha vota, i ndresë që i thutë ka morë rrëth 5.000 vota, edhe ndurës ka goxha vota, nuk mu ka bo një telefonat apo SMS, direkt mas këtyre në kartë SMS, ditë në mërkru kemi i talit
për këto reformës zgjedhore. Mirë binë këto lëvizjet, nuk është se binë e gjotë keqe, shumë mirë bëjnë, se duke lëviz, vejnë edhe lëviz strukturët, se nuk mund të fitohet me këtë përgjumje që kanë strukturët, po nuk vënë lëvizjet strukturët, masene se duhet jetë Salium krytë për dës, apo duhet jetë Saljani, apo dikush tjetër për këtë, se unë që vendos janë vetë ata, që duhet fundit të bëjnë zgjedhje të rregullta, pa manipulime, kush fitoj... Po ju një mendim e keni, mase? Pas e kam për vete, unë po nuk mund të them për pëtën, sepse pëtën është e lati në kryesor, edhe fundit dukemi ne që, dhe më thënë, të orientojmë kërken, sepse gjithës... Po sigurisht ju do një lati që ju qoj drejt fitores, një lokomotiv... Pa tjetër, për pikish, për ne për bëjt të lloj analize, që duhet lëvizin pa tjetër. Ama se kush fiton atje, unë i gjoj kam thënë dhe Nokës, për shembull, në një takim informal që kam pas. A jeni gjendit të konkuroni me këto çunët nëse këta nesër duan tash të konkuroni me po. Konkuroni atje ata bëni një zgjedhje kur të vi kohë të zgjedhje, kush fitoi duhet ishte Shqipërinë. Sepse kështu do shkojmë keq më keq. Gjithmonë se po surrgullu PD-ja, unë e kam thënë shpesh, mbasi më modest sa duhet, mos prisni ne tullkan e tjerët. Duhet ajo tjetë themeli, po se neve ka i tu. Unë e ke leti. Unë e kam ndryshe, jo po së regulluar. Ti si ke ne, se ne i na majtas. Jo, një majtas, dhe unë them ndryshe. Realisht unë majtas jam, Je majtas, dhe unë jam djathas, dhe e që mendoj e antitez me të ndërë. Që të qëroj pozicionit tim, mos ka majtas herë ideologjia, më ka majt vetëm ajo kontrata lafa burit. Që unë mendoj totalisht ndryshe nga të që theti Goname dhe drejtë. Mirë, ti ke drejtë, unë të kalumë të tjilë kam. Ti se kete tulla, zotja Alibe, kete shkatrimi. Unë them, në qofë se nuk ikën, Rama dhe Berisha ky vend nuk bëhet. Dy ustallarët, Marë ustallarë, po s'kemi as punëtor, zotja Alibe. Ne pas edhe nuk e shtyjmë dot, po ka ca instrumenta që mund të shtyjnë. E kupton ti se çfarë po ndodh rrugës. Apo ja. Çaj bëjmë bashkë atë. E që po të zgjasim këtë lloj temë diskutimi edhe me Noa do Gjona, nëse ne s'jemi në gjendje, ne si opozitë. Do ta bëjmë këtë trin. Po shumicën do i përdhërihet pse pra pse e vërtetë. Mos i aq i sigurt për atë punë. Ja, shumë sigurt jo, mund të keq e them këtë. Ta të rinj t'ja i peti ata sot kishin vetëm një hal të madh, nuk e thoshin dot. Ta thonë pra, nëse do. Po pra se kanë guximin, sepse shkon në SMS-e. Kujdes se do t'ju internojmë, e kupton se ku janë. Një gjë, shizma dhe kundërshtit brenda llojit nuk besoj se bien ai zhvillim. Urdhro. Jo, unë nuk besoj. Ama patjetër raje me majtët nuk e mendojnë kështu. Konkurrencë, djathtët mendojnë konkurrencë, mbajtje përgjegjësie, po këtë po të them. Dialektik dhe jo elita që rrin gjithkohë sa se uji qelbet. Koha ikën dhe ikën për të gjithë, duan dhe ata hapësirën e tyre. E drejtë, kjo që thosh e drejtë. Zoti Koka, cili është leximi që i bëni ju kësaj lëvizje brenda Partisë Demokratike? Që mendoj që është një lëvizje shumë e mirë. Është një lëvizje që nuk ka asnjë të keq, edhe është edhe një herë sa herë flasim për Partinë Demokratike, që kjo është një parti komuniste. E majt thotë ish ish sekretari i saj i përgjithshëm. Pa identitet të tjerë, pavarësisht se është jashtë një parti. Jo e majt, Sali Berisha është. E majt. Sali Berisha është i majt edhe... Jo vetë i majt, po është ka pjesa më e keqe së majtës. O ishte i majt kur bëri ty minister? Po, kur bëri ty minister, pas ka qenë i djathtë. Jo, kur bëri ai minister... Tani që nga në opozitë, që nga me i majt. Vetëm ati, i zbardha fytyrën ati, se nuk dole hajduat si puna tjetër. Po lëre fytyrën të shqisë. Që ta dishti. Fytyra nuk është... Djatha është ajo që... Gjithse kush ka fytyrën e vetë. Përfaqësuesi djathtës... Përfaqësuesi djathtës është sankcionuar me vota. Dhe të djathtët besojnë që i djathtë i tyre Sali Berisha. Shumë prej njerëzve që janë këtu, përfshirë zonë Alibe, kanë besuar që dikur Sali Berisha ishte i djathtë. Kanë shkuar në qeveri, kanë shërbyer në qeveri. Nga momenti që filloi të mendoj